është 7 mars, nesër është 8. Janë 2 data për cilat ti e duke menduar të bësh dhuratë me siguri, mësuesës tënde, apo nënës tënde, apo gruas, apo vajzës, apo dashurës, apo një gruaje në jetën tënde. Dhe unë do doja të të thosha përsëri këtë javë, të lutem blej një libër. Bëje për vete. Kjo është dhurata më e mirë që mund t'i bësh një njeriu në ditë të tilla. Jo vetëm ditë festash, po dhe ditë të pazakonta. Ne jemi në një vit të pazakont, ne jemi në një kohë të pazakont, ne jemi në ditë të pazakonta, si këtu edhe jashtë. Jemi në një kohë kur botët ndrohen, dhe për të kuptuar më shumë për atë që do vi, e mira është të dish diçka për atë që ka qenë, apo për atë që është, por treguar në këto libra. Adrioni, ku jam unë, është një prej piktakimeve më të bukura të Tiranës. Këtu mund të vish dhe të të kënaqen syt. Po pas syve edhe shpirti, kur vjen e merr disa nga këto tituj, siç marrin vajzat, edhe djemt që unë shoh këtu, edhe nuk jam pak. Edhe kjo është një prej kënaqësive më të mëdha, që njerëzit e vendosin se çfarë dhurate duhet i bëjnë vetes edhe fëmijës, jo vetëm për festa. Ja, aty është një fëmijë i bukur, që mami po i blen libra që tani nuk ka gjë më të bukur. Unë do shkoj t'i jap Pitilusha dhuratë, po mbasi ajo të ketë marrë gjërat e saj, sepse këtu gjendet Pitilusha, sigurisht. Ju që doni t'i bëni dhuratë fëmijëve tuaj. Vajza, për 8 mars. 8 mars është festë e gruas, është festë e të gjithëve. Jo vetëm festë e punës, është edhe e dijes, edhe e librit, edhe e nevojës për të qenë gruaja që ti meriton të jesh. Prandaj libri të ndihmon në këtë rrugë të gjatë, edhe shumë të vështirë që ka gruaja në botë, po në Shqipëri ca më shumë, besoni. Sa po kam ardhur nga leximi i kanunit laborist, dhe unë e dija që vetëm i lek Dukagjinit kishte aq problematik për gruan, jo. Të gjitha kanunet e të gjitha kohërave kanë qenë me gruan shqiptare, lere mos të pyet. Kështu që kemi akoma rrugë të gjatë për të bërë drejt çlirimit, pavarësisht se kemi bërë shumë rrugë. Dhe në këtë rrugë, libri është një mik i rëndësishëm, është një shoqërues i rëndësishëm. Ja uroj njerëzve që nuk kanë vendosur ende ta bëjnë këtë dhuratë këto ditë. Ndërkohë unë po flas për ca dhurata, të cilat i njoh mirë, njoh shumë prej atyre që janë këtu, ose më mirë ta them njoh disa prej atyre, jo shumë. Shumë do ishte tepërt, jo modeste ta thosha. Por po flas për ato që njoh më mirë, dhe janë Pitilushet, janë gjithmonë, janë një mundësi e mirë për t'ia lexuar vajzës tënde apo djalit tënd, shqip edhe anglisht, dhe kjo është më e bukur, që është në 2 gjuhës, shqip dhe anglisht, por sot do ndaloj një libër tjetër. Është edhe një shqip, dhe këtu janë disa nga intervistat më të mira të bëra në vite, me njerëz të cilët i kanë mbijetuar të gjitha kohërave, sepse të tillë jam përpjekur të intervistoj, është këtu gjithashtu, është një prodhim i Kuetës. Pastaj është Preja, gjithashtu, dhe është Ana. Unë dua të ndaloj tek Ana, sepse ja u sugjeroj fort për 8 mars. Vajzave, të cilat duan t'i bëjnë dhurata njëra tjetrës, apo mamave, apo vetes, sidomos vetes, unë dua t'ju sugjeroj Anën. Vjen te Adrioni edhe Jane. Ana 97 është në fakt sikur Ana, ky është titulli originalit, sikur Ana. Bëra një ribotim dhe ndryshova titullin, por për kë e mban mend në vite, që nga viti kur ka dalë për e parë, dhe ai është viti 2004, është sikur Ana. Sikur Ana të linte, sikur Ana të ishte, sikur Anën ta njihje. Duke lexuar këtë libër, do njohësh një Mars të shumë vite më parë, kur ti mund mos kesh lindur, ose kur ke lindur, po nuk e mban mend, ose kishe lindur sigurisht dhe kishe edhe një fëmijë në bark dhe ti dhe fëmia në bark e mbani mend. Ose e mban mend, po ke vendosur ta harosh. Për këtë arsye, unë të ftoj, ose më saktë për të gjitha këto arsye, të ftoj të vish dhe ta marrësh Anën dhe të rikthehemi bashkë në marsin e çmendur 1997. Është roman i botimeve dritare, nis me këtë eko të një bebi që nëna i quan Ana. Fillon kështu. Zarfi ishte i bardhë, si për ti asnjë shënim, brenda një disket.
Sa fjale arruar, disket. Besoj ju që jeni të vegjël tani, ose të rinj, ose që do e blini me jeton, që të më në disket, dhe të kërkoni. Disket janë ato që përdornim ne në kohën kur u shkruar ky libër, i cili mbyllet pak a shumë siç nis, duke ju thënë dy fjalë. Dua të them vetëm dy fjalë, sepse nuk dua të zbuloj asgjë, por duke lexuar fillimin dhe fundin, gjithsesi ju nuk mund ta perceptoni dot çfarë ka në mes, çfarë ka midis, çfarë është ajo që është gati e patregueshme. Ky libër nuk tregohet, në fakt ky libër vetëm shijohet, vetëm lexohet dhe unë jam e sigurt që ti që do e bësh mbasi të më kesh dëgjuar, do jesh një prej atyre mira njerëzve që nga 2004 e largët e deri më sot e blini për ditë, për javë, çdo muaj. Është një nga librat më të ribotuar, është një nga librat që nuk karja dhe vetë ta besoj, nuk e kam besuar kur, që u shkrua aq thjesht, aq normalisht, aq zakonshëm, pas një pretendim, dhe ndërkohë është në shumë librari, është në shumë njerëz, dhe pyetja që më bëjnë shumica e tyre vazhdon të jetë e njëjta. A e gjete mamin e Anës? Në fund, libri kështu mbyllet. Ishte e kohë ta kërkoja. Të gjitha pallatet përreth kishin aq histori të ngjashme me atë të mamit të Anës. Mbase të gjitha mbajtën ditar, por vetëm njëra prej tyre ma dërgoi mua. Vendosa ta botoj, pa i hequr të shtuar asgjë. Sepse praktikisht në këtë libër është ditari një gruaje. Një gruaje për cilën ju vazhdoni të keni interes. A e gjeta, a e takova, a e njoha, a ka një vëllim të dytë për Anën? Po ta lexosh, do t'japësh në një farë mënyrë përgjigje ti pyetjeve, po gjithsesi mund të flasim edhe bashkë në një moment tjetër. Për sot, vetëm po ja u sugjeroj. Në 7-8 mars është një libër që ja u them me gjithë forcën e shpirtit, blije, dhuroje, duaje, pëlqeje, mbaje ta kesh në shtëpi. Është e bukur. Dhe jo vetëm këtë, po dhe çfarë të doni ju, mjafton të hyni në Adrion. Unë thjesht gjeta një mënyrë që të tërheq këtu, po kur të hyni, do e vendosni vetë se çfarë të merrni. Gëzuar festat, gëzuar 7 marsin, gëzuar 8 marsin, gëzuar këto ditë të rëndësishme, por dhe gjithë ditët e marsit, se marsi është plot me festa dhe do keni kohë boll për të lexuar. Faleminderit, regjistrohu tek Dritare dhe Ludina Xhunga.